3 marsi, dita botërore e shkrimtarëve merr një domethënie të veçantë për Shkodrën, qyteti ku ka lindur letërsia shqiptare. Kryetari i shoqatës së shkrimtarëve Zia Vukaj vlerëson se letërsia bashkëkohore është në borxh ndaj traditës së pasur letrare shqiptare, por megjithatë thekson se krimtaria vijon dhe ka autorë që kontribuojnë në mënyrë serioze në fushën e letrave. Ne kemi një traditë e cila na fut në borxh të gjithë brezave, sepse nga një herë është edhe koha e letërsisë, nga një herë nuk është. Por po të ruanim nivelet e larta të traditës letërsisë shqiptare në përgjithësi dhe të letërsisë zhvilluar nga autorët shkodran, atëherë ne do të bëheshim shumë më të përgjegjshëm, do të kishim shumë më kërkesa estetike, por gjithsesi letërsi krijohet. Një nga sfidat kryesore mbetet raporti mes cilësisë të shkrimeve dhe numrit të lexuesve. Vukaj thekson se cilësia kushtozon drejt për drejt interesin e publikut. Leximi nuk është sfidë në veti, por është e lidhur edhe me cilësinë e shkrimeve, pra librat në qoftë se janë shumë interesantë dhe gjejnë vetë lexuesin. Shoqata e shkrimtarëve në Shkodër është vazhdimisht në përkrahje të rinjve, duke i mbështetur në hapat e parë të krimtarisë dhe duke organizuar aktivitete letrare që nxisin zhvillimin e tyre.